Ata e s'flas dhe unë, ha? Jo, herë tjetër, më vonë, hajde më vonë. Një minutë të flasim diçka të herë dhe pastaj. Kam punë, herë pa edhe punë. Ore, kam punë, po më pastaj. Hajde pastaj. Hajde pastaj pra të shise, nuk të shef mo njëri, po nuk të ngjo mo njëri se e ke bastardu, e ke bo, do të bëj moral tani. Po s'ke morti të bëj moral ty. Kam tema të reja më vëlla, kam tema të reja, nuk ke çfarë do thosh. Çfarë do thosh? Nuk të ndjek mo njëri pra, nuk të ndjek. Ngelen duke më thonë njerëzit që më thonë që pse merr mo më valla, nuk ka çfarë. Ju përshëndes. Je boj i mërzitshëm, je boj i cënushëm, je boj po është vërtet po do korrigjojmë vetëm. Fantazira, imagjinat, gjëra që nuk ka shumë. Vazhdo të shikojmë. Nuk përshëndesim shikuesit e emisionit Pisk dhe sot do flasë për një temë 3. Çfarë teme të re? Që duhet t'ju them që kam blerë 10 hektar tokë në planetin Mars. Jo. Dhe mendimin e Ivankës dhe të Mars, e ke blerë tokë Mars? Të një agjentit të CIA Silvestër që e përshëndesi, u bë mundur në autorizimi i saj dhe tani sot për sot jam dhe me thamë pronari 10.000 metrave tokë. Hektar tokë. 10.000, jo 10.000 metra, 10.000 metra për 10 hektarë valla. Po është për aeroport për burë dhe atë... Aeroport, s'kosh aeroport dhe në Mars. Djetë aeroport i parë në Mars? Ajo, dhe me thonë, është sipërfaqja ime që zgjedh, dhe me thonë, dhe kështu që... Aeroport Mars, ka bërë 10 hektar tokë, bravo, artist. Bë diçka publike dhe falenderoj, dhe me thonë... Qa do bosh atje përveç aeroportit? Gocën e president arriti të më ndihmojë në ndërmjetësim dhe të agentit CIA Silvestër që e përshëndes. Po prapë me Silvestrin, që e ke bo, i aksioner me Silvestrin? Jo, ai ndihmoi ndërmjetësoj, dhe me thonë, për transakcionin e gjëra, dhe me thonë, për notarizimi, ku gjithçka është, dhe me thonë, në internet dhe është zyrtare, dhe me thonë, dhe sot për sot jam i vetmi, dhe me thonë, i pari në botë, që jam pronari një sipërfaqe toke në Mars. Po të nëhonë që kishën hënë qatë është, dhe me thonë, ajo më dimëti, dhe me thonë, që të kaloj Mars me letësi, dhe me thonë. E ke mbjellë shelqinin? Jo, do ditu që planeti Mars është i pasur në hekur, pasi si që dini dhe është planeti i kuq. Qa ke mbjellë që toga që kisha djerë? Është djerë, dhe me thonë. Ka djerë? Po, vetëm e shoh, dhe me thonë, e kam pa për 14 shkurtin ditën e Shën Valentinit në internet aty, vetëm e parë, aty s'levizë me thonë. Sa e kape metrin atje në Mars? Po ka shku $2.400, $2.400. $2.400? Po, dhe me thonë. Centimetri? Metri katror, po. Që ka më lirë si në Tiranë, më dhe? Aq ka shku, po është Mars, dhe me thonë, po është komplet ruzull. Spektakl fare. Pa, a kena i thirrje për këto ndoshta që janë sot pronar ose biznesmen? Po, dita sipër, ki muhabet është para 20 ditëve. Tani që bursat kanë rënë, unë po e bëj publike për ata që janë të interesuar për këtë lloj investimi. Vraponi tani mund të jetë $100.000 metri katror, se ke prasisht ditës rritit, se tani sa ka fillu, duhet thonë, po du të keni diçka parasysh. Sa me fat që e më bure, kape me 2.400-2.500 euro. Po, si që dini, në botë jam 500 miliarder, duhet thonë, dhe unë jam një ndër ta. Dhe kështu që... Një nga këto 500 i nga 10 që e parë, sigur. Elon Musk, Mark Zuckerberg, e tjere, duhet thonë që tani bursa e tyre po bie, dhe me thonë, dhe të ardhurët e tyre po bie, ka mundësi që në magazinën Forbes, që është e gjithë pasurve të botës, të jem në klasën e parë, pasi është pasuri e patunshme, dhe me thonë, dhe kështu që është diçka pozitive. Por do të flasim edhe pak për finalin e Big Brotherit. Kjo është shumë interesante, kjo pjesë. Qa menon ti të bësh tjetër aty në atë në tokën që ke marrë? Po s'pari, dhe me thonë, është një projekt aeroporti, dhe me thonë, ushtarak ose civil, dhe me thonë, që edhe Shqipëria, dhe me thonë, një dit me Air Albanian, dhe me thonë, ushtarake, dhe me thonë, të vijë në hapësirë, dhe me thonë, dhe të ullet aty në aeroport, ku dhe paguan taksa, sigurisht, se tani ajo është përfitimi im, dhe me thonë, taks paguesi do t'jenë më të zjarë, dhe me thonë, në teknologjinë e ditëve të sotme, dhe... Po vlla, hajde se kena diskutim shumë interesant. Po. Hajde, është diskutim